në një moment përplasje të ashpër. Më shumë ishin në kuadër edhe të spekulimeve se çfarë solli ribashkimi i zonjës Vjosa Osmani me lidhjen demokratike të Kosovës. Ka shumë pak njerëz që kanë treguar më shumë entuziazëm për rikthimin tim se sa zoti Kujtim Shala. Pra është absolutisht e pavërtet që ka shpreh ndonjë qëndrim kundër, ka qenë një ndër zërat. Nuk mori pjesë këtu ka qenë në Maltëzi, sepse ju e dini që zoti Shala merret edhe me një karrierë shumë të pasur akademike dhe ka qenë jashtë Kosovës në promovimin e një prej. Pra s'ka asnjë problem me askënd. Absolutisht nuk kam asnjë problem me të, përkundrazi siç e thash, ka përkrahur fuqishëm dhe zëshëm këtë bashkim forcash që është në interes të Republikës së Kosovës. Ne kishim një takim në fshatin e zotit Hoti. Këtë desha ta lusi video, po. Ta lusi video regjint, mas jenë ndravë. Ai na ka mirë pritur dhe ka kërkuar që këtë takim ta bëjmë bashk. Pra nuk ka... Këtu ka qenë organizator zoti Hoti? Po, ashtu, sepse në Ratkoc nuk mbahen takimet në Ratkoc pa të. Pra ka pas interesim edhe ai që këtë takim ta bëjmë bashkë. A është ky momenti për bashkimit të madh zonja Osmani këtu? Po, edhe është një nga momentet e shumta të përbashkimit të madh. Ju them që mikpritja që unë po e hasi çdo kund në lidhjen demokratike të Kosovës dhe në mesin e elektoratit të lidhjes demokratike të Kosovës është e jashtëzakonshme, është sentimenti i njëjtë që e kemi pasur në vitin 2019, kur jam kandiduar për kryeministre nga ana e LDK-s, pra është po ai sentiment nuk vrej askund hatërmbetje, nuk vrej askund diçka kundër, natyrisht që ne nuk jemi 100% të njëjtë, por bukuria e lidhjes demokratike të Kosovës gjithmonë ka qëndruar në faktin që mund të mendosh ndryshe, për dallim prej disa të tjerëve që tentojnë që edhe mendimet t'i kontrollojnë.